Mirëmëngjesi. Përshëndetemi drejt për drejti nga kuzhina jonë, nga kuzhina e Reze Dielli, një vend ku gatuhet me shumë dashuri. Nga një vend ku merren recetat e duhura, recetat e duarve të gjyshes, kurse edhe të sërgjysheve, se normalisht para artësit. Dhe fillojmë direkt, Fillojmë direkt me çfarë? Me çfarë do fillojmë? Fillojmë me këtë tavën me kungulleshka. Fillojmë një tavë me kungulleshka, e kemi me djath, e kemi me bylmet faktikisht. Kam djath të bardh, të shkrirë, kam kos, kam djathin e fort, po të duam, nëse doni ju, po përdoni edhe një djath, nuk është edhe shumë. Por, kur themu shumë, ajo shija që ne duam, na shkon tek shumë. Ajo shija që ne duam. Kungulleshkat vogla 3-4 si të doni ju, në varësi të tavës, e kam larguar pak pulën, kam vendosur prosciuton e pulës, sepse është shkurt, fëmijët i gënjen me kollaj. Po, i përzien aty të gjitha. Plus unë marrë këtë masën e madhe, këtë masën ekstra largë, edhe më ndihmon akoma dhe më tepër. Veza, kosi, kripa, piperi, 2 domate në fund fare, 2 ose 3 domate gjithmonë në varësi të tavës. Unë kam këtë tavën e vogël, prandaj kam thënë 2 domate, që këto fetat e prera në disjet e tilla shkojnë në fund fare. A fillojnë tani se boll thash me fjalë? Po i tham dhe produktet pak a shumë. Llafë i thash të gjitha këto. Rrugët do t'i përmendim përsëri. Do të shtoj? Filloj me përzierjet të kosin. Me jep ta largoj këti. Nëse keni vezë më dha, 3. Largojmë. Si kurse? Edhe vajmë pra kos, vez, krip edhe vaj. Një shpërbërje të mirë. Derisa të mos ketë fare kokryza të kosit. Pra kemi kompakt, është e një trajtshme. Ja, e lë këtu. Marë. Lë më mirë. Të pres. Të paketimin, që është paketimi i mathi i prosciutës së pulës, se kemi edhe një paketim tjetër që është më i vogël, duke i ndihmuar familjet të organizojnë produkte të tilla dhe më pas ti mirëmbajnë ato në frigorifer. Dihet që kur e hapim një produkt, më pas do ta mbështjellim mirë të mos ketë kontakt me ajrin për ta ruajtur dhe për ta përdorur në ditët në vazhdim. Nga të gjitha produktet që përmban shporta e sajt, që kujdeset të kënaqë të gjitha shihet, preferencat edhe variantet e gatimeve të ndryshme që lidhen me produktet e tij, ne kemi disa të preferuara tona dhe nëse keni qenë të vëmendshëm, keni patur mundësi që të shihni se çfarë përzgjedhim, edhe pse të gjitha janë shumë të shijshme dhe shumë të mira, të punuara me shumë kujdes, me kombinimet e produkteve të lëndës së parë, që është kriteri kryesor i kompanisë së saj prej 30 e ca vitesh në treg, në mënyrë që ky produkt të eci në treg edhe të jetë përzgjedhja e familjeve. Kështu në kubik prosciuta e pulës. Edhe ka një aromë të mirë, të fantastike ka aromën. Të freskët, ngjyra gjithashtu roz bën diferencën. Dhe ja e përdorim edhe në përtava, edhe në përzierjet e qofteve kemi marrë si të gjitha përbërës, lidhës edhe përdhidhën shije. Ja dhe në këtë tavë me kungulleshka. Ja. U bë përzierja e parë gati. Do të marë. Kungulleshkat me një larje shumë të mirë. Patjetër që do ta them çdo ditë. Larja me sot është larja ideale.
dhe filloj bëj prerjen. Vetë përbërësit e gjithë janë delikat, duhet thënë, që nuk duan dhe tepër kohë për të qëndruar në pjekje. S'kam edhe borxhe që më kapet përpara se këtij. Atëherë, nis për kapje me vaj. Dhe kështu është kur të kapet Po. mënga ose veshja Po, të dera. Po. Legjendat urbane që themi ne. Shtojmë kungujt. Tillë. Po të doni mund t'i bëni dhe në flet të prera për së gjati. Por unë i bazohem kësaj që është më edhe pjesën tjetër. Dhe kjo është një mënyrë e dytë, ose një mënyrë për t'i përfshirë kungujt, se janë tani sezoni tyre. Kemi sjellë variante të ndryshme që dhe supa tek mbushja e tyre, në kos gjithashtu. Kjo është një tavë për gjithë familjen që është më e përmbledhur edhe për shkak të përbërësve që ka. Le t'i hedhim një sy së bashku përbërësve çfarë ju duhet edhe një herë për përgatitjen e tavës me kungulleshka, me prosciutto dhe me djathë, siç e shihni jemi në këtë fazë. Kemi marrë 60 gram gjalp, 3 kungulleshka, 4 vezë, 100 gram kos, 200 gram prosciutto, 120 gram djathë kaçkavall ose djathë mozzarella, një qep e vogël, 2 domate dhe krip piper i zi. Ashtu. Ndërkohë edhe tek informacionet që përcjellen në fleshin informativ të përcjella në kohë reale nga kolegët tanë, po e ndjeve tërmetin ti? Jo. Ne nuk e kemi ndje tërmetin, nuk ka vend për panik. Tërmeti që ka epiqendrën në Fushkruj, mos gaboj, me sa lexova tek titrat e fleshit, pranë Krujës, dhe 4.1 ishte, shkallës Richter. Kemi patur këto ditë, këto lëkundjet, e para që ishte para disa ditësh në Kamz, e dyta sot, dhe shpresojmë që të mos ketë të tjera. Atëherë, kemi shtuar mbi kungulleshka këtë përzierjen me vezë, kos, prosciutto dhe piper të zi. Kjo është hapi i dytë, tani do të shtojmë edhe djathin. Djath që ju përdorni për tava të ndryshme, mund të jetë një djath mozzarella, një djath i butë, djath guda, edhe guda i afrohet pak a shumë mozzarellës. Është i butë. Normalisht të çmime nuk janë të shtrenjta, sepse unë gjithmonë zgjedh ato produkte që janë sa kosto e tyre të jetë sa më e pakët për xhepin tuaj, sepse nuk harrojmë, edhe unë jam një si ju. Po, mjafton të krijojmë disa kombinime të lezetshme, të shijshme, edhe që janë të pranueshme në shijen e gjithë secilit, si kjo tavë për shembull, që nuk përmban një shtres, shumë element të cilët mund të themi zëndësojni me këtë apo me atë. Kunguj, kos, djath dhe prosciutto. Produkte të shportës, cilat i kanë familjes tona. Mirë është që të mbulohet mirë me këtë shtresën e djathit. Të jetë një shtresë në vete. Tani të vendosim edhe fetat e domates. Besoj se është dhe produkti i fundit për tavën tonë. Po. Dhe kështu ja u sjellim drekën për ditën e sotme si sugjerim, pra të tavës me kungulleshka, prosciutto dhe djath. Dhe kombinohen shumë mirë me njëra tjetrën, edhe djathi me tomaten, me prosciutton gjithashtu.
me kungulleshkat dhe është një ekuilibër, si të themi, mes proteinave, vezës të proshutës dhe vitaminave të kungulleshkave të domateve, po ashtu dhe kosi që mbërmban proteinat, dhe mu themi që e kemi arritur deri diku të krijojmë atë ekuilibrin. Furrën e parangror mos e harroni. Sërish vendos pezat e domateve. Largoj këtë këtu. Vendose në qendër dhe disa të vogla e domates që nga shumë të mira me tull të kuqe, vjen era domate më në fund. Pra thjesht, mua më duhet të mbuloj. Që të mos thahet pjesa e djathit, domatet do të lëshojnë dhe lëngjet e tyre. Pra besoj se kam shfrytzuar çdo gjë të mundshme. Edhe këtë këtu. Tani, sërish, mbeti gjë tjetër të pjashtuar? Shtojmë përsëri djath, apo jo? Kripën. Jo, djath jo të bë. Po. A do t'i shtojmë sipër përsëri? Sepse nuk dua që të marrë vetëm të lëshoj lëngje domatja. Kosfare piper. Po të doni gjalp në të kundërt jo. Nëse të vendosni mozzarellën, e mira është mos vendosni gjalp sepse është vetë. Tani po të shihni çdo produkt nuk i duhet në një kohë e madhe për t'u gatuar, e paka shumë e kanë njësoj, për që edhe shumë kohë në furrë nuk do na marrë, do të kemi mundësi ta servirim e ta tregojmë tek ju të përfunduar. Kjo është tava pra me kungulleshka dhe me djath, me prosciutto, me domate, shumë e thjesht, verore dhe gatuhet për pak minuta. Në më thënë, 10 minuta mbaruam një gatim. Po sa të marri ngrohjen, fura ju keni bërë përgatitjen dhe kombinimet e tyre. Atëherë, përgatitemi për recetën e dytë. O, bura e marrë me vete. Albana e vendos. Dhe coj në vëndin. E vendos në furrë për të pjekur. Do të sjell edhe tavën e kungulleshkave, se edhe kjo nuk është për t'u lënë pa vëmendje apo për ta neglizhuar, sepse ja, rezultati flet vetë. Më piksën ato produktet, ndoshta do ta limin pak më pak, Albana, po ja u rrëmbyem dhe nga recetat, gjithsesi është në rregull, do të ftohet, do të mpikset, do të ndahet. Tava me kungulleshka, me kos, me djath, me domate, i shohim pak së bashku dhe njëherë produktet për anvisat të cilat nuk na shoqëruan në pjesën e parë. Çfarë përmban tava e kosit? Tava me kos dhe me kungulleshka dhe prosciutto. Prosciuttën nga i saj prosciutto pule, 60 gram gjalp, 3 kungulleshka të prera në disje, 4 vezë, 100 gram kos, 200 gram prosciutto, 120 gram djath kaçkavallo ose mozzarella, 1 qep e vogël, 2 domate, krip, piper i zi. Recetën nga fillimi deri në fund, me videon dhe me mënyrën e përgatitjes të dyjave, keni patjetër në kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli. Mund t'i hidhni aty një sy edhe një herë për ta përgatitur. Të gjitha përgatiten shumë kollaj.